Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri i Shqipërisë paralajmëroi se gjyqtarët kërkojnë rritjen e pagave të tyre me një kosto prej 37 milionë euro nga buxheti i shtetit përmes rrjeteve sociale. Edi Rama shpreh se ballafaqimi i gjykatësve në seancën në gjykatën kushtetuese lindte për të dëshiruar me argumentet që ata kishin përdorur. Dhe çfarë kërkojnë konkretisht gjykatësit është faktikisht rreth 1800 euro rritje, jo pagë, rritje për gjyqtarin e shkallës parë, rreth 2000 euro rritje për gjyqtarin e apelit dhe rreth 3000 euro rritje për gjykatësit e Spakut, plus BKH-ja, Spaku etj. Ne duhet të thënë faktu që Spaku nuk i është bashkuar kësaj iniciative absurde. Rama shtoi se me pagat aktuale, gjyqtarët në Shqipëri paguan njësoj sa në Greqi, vendi i Bashkimit Evropian, dhe marrin dyfishin e gjyqtarëve në Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi. Maturantët në Shqipëri fillojnë plotësimin e formularit. Ministri i Arsimit Mirela Kombaro është drejtuar maturantëve një mesazh informues dhe motivues, duke bërë me dije fillimin e procesit të plotësimit të formularit A1, përmes të cilit nxënësit caktojnë lëndët me zgjedhje dhe provimet e maturës shtetërore 2026. Në fjalën e saj, ministra theksoi rëndësinë e këtij vendimi duke nënvizuar se zgjedhja e lëndëve ndikon drejt për drejt në orientimin akademik dhe studimet e mëtejshme. Është një zgjedhje e rëndësishme, nuk duhet me i lënë rastësisë se çfarë do të bëni me qershon, sepse lëndët që ju do të zgjidhni në një farë mënyrë ju orientojnë drejt fazës tjetër, atë të studimeve të larta për ata që do të vendosin të vijojnë studimet në universitet. Prandaj, këtë vendim të rëndësishëm, mendojeni mirë, këshilloni me mësuesit tuaj, këshilloni dhe me prindrit, sepse kjo do të përcaktojë në një farë mënyrë studimet e mëtejshme. Për ata që nuk janë maturantë të vitit të viteve të mëparshme, është formulari A1Z. Ministri informoi gjithashtu se për maturantët e viteve të mëparshme, aplikimi me formularin A1Z do të zhvillohet në datat 10 dhe 11 shkurt, ndërsa drejtoritë rajonale arsimore, zyrat arsimore dhe shkollat janë në dispozicion për të ofruar asistencë gjatë gjithë procesit të aplikimit. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut pret që në mënyrë drastike të ulet numri kundravajtjeve dhe dënimeve pas nisjes zyrtare të zbatimit të sistemit SafeCity. Kistria Mickoski tha se për shkak të reagimeve në publik, niveli i tolerancës është rritur mbi mesataren europiane, por paralajmëroi se toleranca gradualisht do të ulet. I pyetur për kontestimet që janë bërë në gjykatën kushtetuese për këtë sistem, Mickoski tha se çdo kush mund të realizojë këtë të drejtë, duke shtuar se kushtetuesja e ka fjalën e fundit. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, Ziadin Sela, i ka bërë thirrje gjykatësve të gjykatës kushtetuese që sa më shpejt ta shqyrtojnë nismën që ata e kanë dorëzuar dhe kundërshtojnë projektin SafeCity. Sela i bën thirrje qytetarëve që të bëjnë kujdes dhe të kenë durim derisa të fitohet betejë kundër sistemit SafeCity. Pa dashur të ndërhyjë në pavarësinë e gjyqësorit, parim që ne kemi promovuar vazhdimisht, por që në realitet është ende larg, dua të bëj një thirrje gjykatësve të gjykatës kushtetuese. Shqyrtoni sa më shpejt nismën të cilën e dorëzuam disa ditë më parë, ku qartë do të shihni edhe vetë arsyet e shumta për të sjellë vendimin për shfuqizimin e ndryshimeve ligjore për projektin SafeCity, shkruan Ziadin Sela në rrjetet sociale. Rusia shkel marrëveshjen e parashikuar me Trump për pushim një javor me Ukrainën, vetëm disa orë pasi presidenti amerikan deklaroi se Vladimir Putin kishte rënë dakord të ndalonte sulmet ndaj Ukrainës për shkak të motit të ftohtë atje. Moska nisi një sulm me më shumë se 100 dronë dhe një raketë balistike. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.